Arshid Ativi ka qenë burr I ndershëm, ka qenë kryetari I shoqatës I Çadit. Edhe ka dhënë për flotën për gjitha këto. Arshiu ka qenë burr I mirë. La një familje shumë të mirë të shëndosh, 2 vajza dhe 1 djalë. Landa Ativi ish shoku im, edhe shoku im është prapë, punon ke firma e Vangjur Dagmas. Kam shumë respekt. Po për e ke njoft direkt Arshiun? Patjetër, e kam njoft. Qiko shoqëria që ka qenë që në Kinë, edhe në portë që kemi arma mrapa, me që kam shok, djanë e vetë, kam shumë respekt. Po nga ta drejtuesit e kantierit që ke pas? Agronofishta Astrid Duçi. Më jep një menim për agronin. Shumë njeri ndershëm. Mbi gjitha ishte shumë serioz, njeri punëtor, I rritë kokës në punë, Astrid Duçi po gjithashtu, ka qenë njeriu shumë I ndershëm. Aty, te fikfishta që kujtoj, edhe shumë tjerë që quhe Moni Drizi. Ti vetë qa punë e bojshë në kantier? Baterist. Ti do thënë përgatisje baterit pranijet dhe këta gjaha. Kam pas edhe miqe shok, si ishte Qenë Begiqin, që kam pas shok. Aty, Landa Ativin, Qurnë Arshiut, që kam pas shok. I Dirë Thanasin, që kam pas shumë shok. Në qa viti ke punuti, dhe në qa vit? Deri në 91. Kur ke fillon në kantierti? Në 77. Dhe më tha 77, në thë një. Ti je marrë vetëm me baterit anijeve. Bateri, mekanik shkafi, I kemi bo për dhe sonë.